Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera per l'intercessione della Madonna del Buon Consiglio. Në vigjiljet e vizitës së tij në Shqipëri, Papa Francesco i kërkoi 20.000 besimtarëve në sheshin e Shëmpjetrit të lutën për shtetin e Ballkanit, që ka vuajtur për shkak të regjimit të tmerrshëm ateist. Domenica prossima, con l'aiuto di Dio, mi recherò in Albania. Të dielën me ndihmën e Zotit do të shkoj në Shqipëri. Kam vendosur ta vizitoj këtë vend sepse ka vuajtur shumë për shkak të një regjimi të tmerrshëm ateist dhe tani po mundësoj një bashkëtesë paqësore midis besimeve të ndryshme fetare. Përshëndesim dashuri popullin shqiptar e falenderoj për përgatitjen e vizitës time. Saluto con affetto il popolo albanese e ringrazio per la preparazione di questa visita. Mediat italiane shkruajnë se në korridoret e Vatikanit diskutohet siguria e vizitës së Papës në Shqipëri me 21 shtator. Shteti me shumicë muslimane ka qenë kohë të fundit një vend takimi për luftën në shenjtë nisur nga al-Baghdadi, citojnë mediat. Ndërkohë që ambasadori irakian në Vatikan Al-Sadr, në një intervistë për gazetën italiane, ka deklaruar se Papa Francesco është në rrezik nga sulmet terroriste të Shtetit Islamik. Sipas tij, mesazhet e kërcënimit kundër Papës janë të besueshme.